28-shin e kemi planifiku një manifestim për datën normalisht Dita e Flamurit, e cila është një datë shumë e veçantë për shqiptarët, edhe e kemi mendua që këtë datë t'ua kushtojmë brezave të ri. Dhe kjo datë do bëhet manifestimi me fëmijë. Do jetë në përgjithësi me disa shkolla në bashkëpunim, do ketë performanca të ndryshme, që pak a shumë të mbjellim edhe të fëmijët, të gjeneratat e reja, të mbjellim atë dashurinë që kemi ne brezat pak më të rritur, edhe ata ta mbjellim dashurinë për Ditën e Flamurit, që ta lëmë si trashëgimi brez pas brezi, që ajo të kultivohet, të duhet dhe të festohet në atë ditë, se me të vërtetë është ditë feste. Kështu që data 28 do jetë mbushur me një laramani, një program me shumë laramani, do ketë valle, do ketë këngë, do ketë poezi, me thonë me zhanre të ndryshme, në bashkëpunim me shkollat të ndryshme. Mos harojmë të përmendin gjymnasieke, data 28 nëntor dhe aktiviteti që do mbahet atë ditë ka një resi shumë bukur. Me thonë, ne para gati se një muaj e gjys, diçka kemi themelu korin e fëmijëve këtu në Qendrën për Kulturë, me dirigjente Anita Ali, dhe e cila është duke punuar vazhdimisht me fëmijët që janë paraqitur në audicion. Nga komisioni i përzgjedhur është kriju tani më një kor, të cilët bëjmë prova këtu në Qendrën për Kulturë dhe të cilët më datë 28 nëntor do të shfaqen për herë të parë para publikut tetovar. Do me thonë, do kenë diku 2 pika muzikore, ne paramenduam vetëm me një dalin, sepse tani sa është themelu, edhe nuk e dishim a do kenë mundësi të përgatitem për 2, po ato ishin shumë të zgjuar me sa duket, kanë përgatitur 2 pika muzikore, kështu që kori fëmijëve i Qendrës për Kulturë do jetë si risi, po, bashkë të promovohet edhe para opinionit ton publik.